Ditët e fundit, pas lajmit të rënd për ndarjen nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi, në rrjetet sociale kanë qarkulluar komente dhe pretendime të ndryshme lidhur me marrëdhënien e tij me bashkëshorten. Disa përdërues kanë hedhur dyshime se mes çiftit kishte pasur konflikte dhe madje se ai mund ta kishte dhunuar partneren, megjithatë këto deklarime nuk mbështeten nga asnjë fakt zyrtar. Në asnjë moment, as nga familjarët, as nga autoritetet dhe as nga vetë bashkëshortja, nuk është konfirmuar ndonjë episod dhune brenda familjes. Përkundrazi, deri tani dëshmitë publike të Selvijes kanë qenë vetëm në formë dhimbjeje dhe kujtimesh të ndjera për momentet e fundit të jetës së artistit. Çdo koment tjetër në rrjete mbetet thjesht spekulimi njerëzve. Ekspertët e medias theksojnë se në situata të tilla, sidomos kur bëhet fjalë për humbjen e një personi publik, shpesh krijohen valë thashe-themesh që nuk bazohen në realitet, por në interpretime ose keqkuptime të njerëzve që reagojnë emocionalisht. Kjo është edhe arsyeja pse kërkohet kujdes maksimal në përhapjen e informacionit që nuk është i verifikuar. Edhe komuniteti i fansave të Shpat Kasapit ka reaguar duke kërkuar që të respektohet familja në një moment kaq të vështirë, si dhe të mos përhapen deklarata të pakonfirmuara që mund të lëndojnë njerëzit e afërt të tij. Ata kanë theksuar se deri më sot, këngëtari njihej për një imazh të qetë dhe të përkushtuar ndaj familjes së tij. Në këtë situatë, mbetet e rëndësishme që publiku të mos i marrë të mirëqëna komentet e rrjeteve sociale dhe të presë vetëm informacion zyrtar. Pretendimet për dhunë familjare mbeten të paverifikuara dhe çdo shpërndarje e mëtejshme e tyre rrezikon të dëmtojë njerëz që tashmë po përballen me një humbje tragjike.